Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në programin dedikuar Vitit të Ri. Siç e dini, në të shumtën e programeve ne nuk kemi lënë pas as telefonatat nga jashtë vendi, ku sot u kemi dedikuar një rëndësi të veçantë shqiptarëve kudo që ata ndodhen. Por kësaj here jemi pozicionuar në Adelaide të Australisë, shumë kilometra larg nga këto. Megjithatë, njerëzit kudo që jetojnë e shprehin dëshirën e tyre për të uruar shqiptarët me rastin e fundvitit. Ne tani do të lidhemi drejt për së drejti, pra nga një vend të shumë i largët për në Adelaide të Australisë me Tonin Pecaj dhe Dom Gabrielin, të cilët i kemi në lidhje drejt për së drejti online këtu në studio. Përshëndetje zoti Tonin dhe zoti Dom Gabriel. Përshëndetje ju dhe gjithë teleshikuesve, televizorit tuaj, gëzuar e për shumë vjet vitin e ri. Faleminderit shumë që keni zgjedhur televizionin Bojnë për të shprehur urimet tuaja. Është kënaqësi për ne të ju kemi drejt për së drejti online këtu në studion ton. Atëherë jemi në pritje të Vitit të Ri 2026, ku atje jeni shumë afër, pra vetëm 2 ose 3 orë ju ndajnë afërsisht nga nata ndrimit të viteve. Mund të na tregoni pak për atmosferën se si festohet atje Viti i Ri, si festojnë shqiptarët atje? Është si në gjithë botën, edhe këto njihet ndoshta edhe më tepër i festa e Vitit të Ri si gjitha festat tjera, sepse duke qenë larg familjes, larg njerëzve të dashur, ne organizona i fije më tepër, kuptimin e fjalës, me prit edhe me gëzim, me një telefonat, me një urim, me një dashamirësi për gjithkund ku jena. Sepse na shqiptarët është jena për hapën tonë botën, si që jena në vendlinje, jena në Australinë, në Europë, gjithkund, në Amerikë, edhe kjo është ajo atmosfera më e bukur e jona faktikisht. Plus asaj, na, si tonë tjerë, kena mundësin sepse këtu është edhe veni, edhe pse jena larg, po veni është adin, me kalu një darkë, një atmosferë të gëzueshme edhe të bukur, si në për familja, ashtu edhe në organizimet që banë shteti australian në gjitha pikat e ndryshme, në qendër qytetit edhe në për pikat ndryshme turistike që ndodhen këto. Kështu që merr një larmi të veçantë festa Vitit të Ri. Unë shikoj që keni edhe mysafirë të ftuar, mund të na tregoni pak edhe rreth traditës, sa arrini ju që ta ruani traditën edhe përtej kufive, pra të mblidhen së bashku siç ka lezet shqiptarëve, të festojnë së bashku me njëri tjetrin dhe sigurisht të ruajnë ato vlerat tona që na karakterizojnë kudo që ne ndodhemi. Dhe këtu po shikoj që kemi edhe Dom Gabrielin, i cili dhe ai mund të na flasi pak rreth vizitës që ka bërë atje në Adelaide të Australisë. Përshëndetje për gjithë ju, për televizionin, urime këtë vit, ne po i paraprime Vitit të Ri, këtu nga Adelaide me familjen e Tonin Pecajt, bashkë me bashkëshorten që është këtu duke u kujdes për ushqimet tona, Floren. Kështu që e kam gjetë një shqipni të vogël këtu, një shkodër të vogël në Adelaide. Ne kemi fillu me meshën që kena pas në gjuhën shqipe këtu, që tash është e përveçme. Këtë radhë mu më ka rastis me kënë këtu bashkë, edhe jam shumë i lumtur që festoj Vitin e Ri në këtë familje, me Toninin, me Floren, me një shqipni të vogël, me një shkodër të vogël që është këtu në Adelaide. Si është e jona. Edhe ta jetojnë si shqiptar, kanë aktivitetet e ndryshme, shoqaten në Treza, që është edhe përgjegjës se udhëheqës Tonini, po ashtu edhe Flora me folklorin e saj që ka bashkë me Rafaelen, që e përshëndesim e jurojmë, që është dikun pak kilometra nga këto. Kështu që është një atmosferë shqip edhe në Adelaiden. Mirë, atëherë të flasim pak edhe për shoqatën Nën Tereza, pra shoqatën e shqiptarëve katolike Nën Tereza në Australi. Sa i ka ndihmuar kjo shoqatë shqiptare që të jenë të bashkuar dhe t'i ruajnë aktivitetet e tyre, sidomos për gjuhën shqipe? Na kena misa 10 vjet që na kriju si shoqatë. Kena pas fatin e
nerin që të kena dhe emnin e shenjorës shqiptare Nën Tereza. Kështu që jena munu me rujt e me kriju diçka nëpërmjet shoqatës, edhe bashkimit që bëjmë për rujtjen e gjuhës shqip, për rujtjen e traditave tona, për rujtjen e folklorit, për rujtjen e fesë, për rujtjen e tana zonave më të mira që ekzistojnë në shqiptari. Edhe falënderoj Zotit, i kena arrit disa gjëra, din, por puna në shoqat është nuk është fort e kollaj, sepse është çdo gjë vullnetare këtu, a di. Me kohën e lirë që kena, ja kushtojmë edhe kësaj punë. Nga krijimi i saj, na kena bërë edhe një grup vallësh, që në çdo festë që bëjmë, edhe ku vinë edhe këngëtar të mirënjohur nga vendlinja, ai grupi morrin vëmendjen kryesore në gjitha festat që bëhen, sidomos në festën e Flamurit, festën e Nën Terezës që bëjmë në fillim shtatorit çdo vit, edhe në festa tjera që bëjmë jo për Krishtlindje, jo për Pashk, për festë Kosovës, pse jo. Kështu që kena arrit sot pak me bën një gjë të bukur. Kjo është gjithmonë në bazë punës vullnetare që bëjmë këto. Kena vendos truporën e Nën Terezës në një vend këtu në Adelaide, që është e para në Australi që vendosim, edhe kjo është si fruti e krejt komunitetit shqiptar, pa dallim feje, pa dallim krahinet, kanë investu tonë për me bën një gjë të tillë. Edhe kjo është, edhe shkon një falënderim për të tonë ata njerëz që kanë investu për truporën Nën Terezës. Patjetër, kjo është një shumë e bukur. Po? Edhe ne si shoqat kena edhe me, si thon, detyrat tona, si më thon, për me festu festën e Nën Terezës çdo shtator. Aty plus veshje kombëtare, plus gjuhës në meshën shqipe, në meshën shqipe që ushtrojmë gjuhën tonë, plus organizimit që bëjmë për përgatitjen e festimit në çdo gjë si mas traditës tonë, edhe këto në scena larg në Australi, ku ndajmë edhe me komunitetet tjera, bëhet një gjë e njihet një atmosferë me thonë mendje si në Shqipni. Kjo është edhe gjëja më e bukur që e krejt festimit. Po, shumë mirë, kjo është një gjë shumë e bukur, sidomos për brezat e rinj të cilët rriten larg dhe kështu kanë një mënyrë për t'u afruar më shumë me gjuhën shqipe, me traditat, falë shoqatave të krijuara. Mirë, atëherë po në vendlindje, a keni rast dhe mundësi që ta vizitoni vendlindjen shpesh apo? Po, me thonë drejtën, unë e kam vizitu vitën që shkoj, me thonë drejtën, edhe i fillimshme ishte, sepse disa i gjeta, disa nuk i gjeta. Kështu është pak këto problemet tona që jetojmë larg vendlinjes, megjithatë ishte gëzim për ata që gjetnë, ata që nuk janë më kjo është mirë në atë jetë, edhe kështu është jeta. Vendlinja është gjithmonë vendi që ne na rrit, edhe kena marrë ato mësimet e para të jetës edhe djonës edhe të dashnisë. Prindit njëri tjetrit, kështu që mbetet gjithmonë një honor kthimi në vendlinje. Patjetër. Atëherë të kthehemi edhe një herë tek atmosfera festive. Sa ndryshojnë traditat atje? A i ruani traditat e kuzhinës? Dua të flas tani edhe për kuzhinën, sepse kuzhina është shumë e rëndësishme, pra treza e natës së vitit të ri. Dhe a keni vizitor të tjerë shqiptar apo edhe të huaj sonte? Në falënderoj Zotit, sot ne pat me më të mirin mik që vjen prej Europës, prej vendlinjet, Dom Gabrielin, si gjithë shqiptarët na ruajmë traditën tonë, edhe pse jetojmë këtu larg vendlinjet, në gjitha aspektet. Kupton? Edhe kështu që
besoj se jo vetëm na, po edhe tanë shqiptarët që janë këto, e ruajnë atë traditë, e ruajnë bashkimin me njëri tjetrin e me pas një atmosferë sa më të gëzueshme, edhe pse jena larg vendinjes. Pasi që është edhe atmosfera e krishtlindjeve ende, unë kam marrë për krishtlindje këto, edhe këto tradita ruhet ma fort në vizita, tash sa ditë jam në vizita në për familje, për me uru edhe me festu krishtlindje, e kështu edhe nesër, që këto është veç dita vitit ri, dhe do të vazhdojmë familje tjera, me shku në vizita dhe me uru, edhe pse atje ku ne jetojmë, une ku jam në Ulqen, po ka fillu pak të zbehet kjo pjesa e vizitave në për familje, për me uru festat. Këto ende vazhdojnë edhe për këta jam shumë krenar që kam gjetë një shqiptari të vërtet edhe një traditë që vazhdojnë me majtë, pa marrë parasysh sfida që këta kanë. Më vjen shumë mirë që dëgjoj këtë. Është diçka shumë e mirë në fakt të dëgjohet kjo që shqiptarët janë të mirëpritur në dyert e shqiptarëve kudo që ata jetojnë, edhe pse pra kilometra shumë larg ata ende e ndjejnë atë gjakun e tyre dhe mirëpresin në për festa, në për tubime të ndryshme, manifestime, aktivitete e tjerë, dhe kjo është vërtet për tu admiruar. Mirë, atëherë nuk do të doja edhe me qenë se jemi pra edhe në pritje të vitit të ri, edhe një urim nga të dy ju për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen nëpërmjet televizionit tonë. Urime Malësia, urime Tuzi, ne po fillojmë vitin e ri, e këtë bekeme, këtë urime e përqojmë deri në troje shqiptare, në veçanti të TV Bojnë, përmes TV Bojnit edhe në tonë zemrat e shqiptare, familje shqiptare. Urimet më për zemër të prej Australijet, për tonë teleshikusit, për tonë shqiptarë ku do nollën, e urojmë që ky vit të jetë sa më mirë për ta, për familjet e tyne, për jetën e tyne në përgjithësi gjithë punove. E uroj që të ruajnë gjuhën, të ruajnë traditat, e të ruajnë komsin që na ka fali Madhi Zot. Gëzuar e për shumë vjet. Faleminderit shumë, unë ju falenderoj shumë që ishëm së bashku drejt për së drejti, pra theksoj dhe njëherë dhe pse shumë kilometra larg ju zgjodhët televizionin tonë për të shprehur urimet tuaja, dhe sigurisht edhe ne si staf ju urojmë një vit sa më të mbarë dhe qofshi gjithmonë të lumtur, të gëzuar, dhe pse jo shpresojmë që t'ju kemi sërish në emisionet tona. Faleminderit edhe njëherë që ishit me ne dhe gëzuar 2026-ën. Gjithat mirët. Atëherë sërish vazhdojmë të jemi së bashku me një tjetër telefonat po ashtu nga Australia, por tashmë nga një tjetër qytet nga Melbourne, dhe do të jemi në një lidhje direkte online pra këtu në studion ton me zotin Marian Vata, i cili tani në këtë momente pret që pra që të lidhemi së bashku për të uruar edhe ai me rastin e festave të fund vitit. Përshëndetje Marian, më dëgjon? Përshëndetje. Edhe nëse nuk dëgjohemi, është pak e vështirë se është distanca shumë e largët, por do të tani ju dëgjoj dhe ju shikoj. Mirë, atëherë jemi në momentet e fundit të vitit 2025, pra dhe pak orë ju ndajnë nga 2026. Mund të na tregoni pak rreth mënyrës së festimit, atmosferës atje në Melbourne, pra si festojnë atje shqiptarët vitin e ri, dhe sa i ruajnë ata traditat, edhe pse jetoni jashtë Shqipërisë, pra jashtë vendit, edhe për një kohë shumë të gjatë, pra që nga viti 1997, siç e keni deklaruar edhe ju vetë. Si festoni ju atje vitin e ri, krishtlindjet, por edhe festa tjera? Neve i festojmë me mungesa i festojmë me mungesa. Pra kjo quhet mungesë si kombëtare, si shpirtërore, si familjare, se neve po ta themi juve që jeni atje bashkëkombësit tanë që janë pothuajse rreth Evropës, sa do larg të jenë, aty është maksimumi 2-3 orë fluturimi me avion, ndërsa ne kemi mbi 23 orë, edhe e festojmë me mungesa, por aq sa jemi këtu, e festojmë se unë jam edhe presidenti i Këshillit Katolik të Melbourneit, edhe
munohemi që këtë rini që na ka lind këtu, t'i japim atë kulturën, t'i japim atë dijen, në malsor t'i themi atë burnin, si që takon shqiptarit. Dhe tu me ta thonë drejten, jemi një këmbë i përzirë si fesë muslimane, ortodokse, katolike, po dhe bektashie. Do me thonë, por ne festojmë 2 herë në vit Pashkët edhe Krishtlindjet dhe me sinqeritet ta them që pothuajse 50% i kemi të fesë muslimane, pra vëllezërit e motrat tonë të fesë muslimane, të cilët kur nuk mungojnë dhe kur nuk e mendojnë se jam tjetër fe dhe nuk po marr pjesë ke parti ose ke aktiviteti i fesë Krishtlindjes apo Pashkëve që bën Mariani. Do të thonë, e kemi pas dhe do ta kemi gjithmonë këtë bashkëpunim edhe bashkëmarrëveshje edhe bashkëjetesë, ashtu siç na ka thënë edhe malli Fishta, festojmë Bajram e Pashk, por shqiptarinë e kena bashk. Unë të them të vërtetën, ne këtu si këshill jemi pak, jemi të vegjël si komunitet, por si që ka thonë Nën Tereza, jemi të mëlloj me zemër. Edhe mundohemi që ti fusim si në fen ton të kështen krishtere, po ashtu edhe të kombit e trevave shqiptare. Pra mundohemi sa do pak që ti mbajmë ato traditat tona dhe sa herë që ne kemi po Krishtlindjet po ashtu edhe Pashkët, ne sjellim priftat nga vendlindja, si nga Ulqini, apo nga Klina nga Kosova, apo edhe nga Shqipëria dhe nga gjitha trevat. Dhe mundohemi që t'ju japim këtij brezit të ri si gjuhën nga betarja, si traditat tona, po ashtu edhe si nga ana fetare që na përket ne si këshill dhe si katolik që jemi. Unë një kënaqësi edhe nga ana jote juve që na u dha mundësia nëpërmjet Dom Gabrielit, na u dha mundësia që të na japsh dhe të kemi një intervistë, jo për neve, po për bashkëdhetarët dhe bashkombësit tonë që jetojnë në vendlinjen e tyre, dhe ato bashkombës që jetojnë në vendlinje, ta dinë dhe ta marrin vesh prej nesh ku jemi, si jetojmë, me çfarë aktivitete krijojmë dhe bajmë. Por do kisha dëshiren që ai që e ka mundësinë vinë të na vizitojnë. Ne buke krype zemër i kemi kedera, ma tepër nuk e dia ju premtoj, por buke krype zemër i kemi si që kem pas në malësort e tradita shqiptare gjithmonë. E rëndësishme është dëshira, sigurisht edhe kur është dëshira dhe mundësit krijohen, kjo është diçka shumë e bukur, që shqiptarët edhe pse jetojnë jashtë kufive, gjithmonë janë të mirëpritur dhe mundohen që të ruajnë traditat, kulturën, artin dhe të përçojnë ata edhe tek brezat e tjerë siç bëni edhe ju vetë si president pra i Këshillit Katolik. Tani ne jemi në atmosferën e festave, sigurisht dhe do të donim pra edhe një urim për të gjithë shqiptarët kudo që ata ndodhen nëpërmjet televizionit ton Boin, sigurisht edhe një falënderim nëse keni dëshirë. Po fillojmë nga nëntori, nga që unë nuk mu dha rastin në mediat tuja dhe në programin tuj të jap një përshëndetje, por përshëndetjen do të jap pak ma përpara herë festat e nëntorit, festën tonë kombëtare, ja uroj dhe ja u kam uruar të gjithë shqiptarëve anë mban botës ku janë, po ashtu ju uroj të gjithë shqiptarëve të besimit katolik gëzuar Krishtlindje, se jemi akoma janë e Krishtlindjes, dhe sonde që është nata dhe dita e fundit e vitit 2025, edhe ju uroj një vit të mbar dhe inshallah dash Zoti të kenë një vapor
të mbushur plot me dëshira dhe me shpresa për të gjithë ato që kanë nevojë, si nga ana e shëndetit më shumtit, si nga ana e jetesës e shtresa mesme dhe një mençuri dhe një shkollim për fëmijët e ardhmja e vendit e kombit tonë në man botës kudo që janë. Unë falenderoj shumë që ishim në këtë lidhje drejt për së drejti me një vend aq të largët dhe të uroj gëzuar vitin e ri 2026 të qoftë një vit sa më i mbar për të gjithë ju. Faleminderit edhe një herë që ishe me ne në lidhje drejt për së drejti. Zoti ju rujt, Zoti e rujt e bekoft kombin ton shqiptar kudo që janë, duke përfshi edhe ty. Edhe shumë faleminderit për këtë intervistë dhe uroj e shpresoj që në të ardhmen ta kemi një intervistë face to face, si thonë, ballafaqe, pa ftyrë me ftyrë. Faleminderit shumë. Uroj gjithë mirat nga Australia largët. Ju përshëndes.